Britania e Madhe është vendi i 4 ose i 5 me numrin më të madh të komunitetit shqiptar, pra të emigracionit shqiptar. Themi 4 apo i 5 sepse gjithmonë duhet llogaritur së bashku me numrin e shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë dhe të zonave tjera, Malit Zi, praktikisht mbas Italisë, që është në numrin më të madh, pra komunitetin më të madh shqiptar, thuaj se rreth 700.000 vetë, duke vazhduar më pas me Greqinë, që është i dyti, vendi i dytë me numrin më të madh të komunitetit shqiptar, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Britania mund të jetë i 4-ti për komunitetin shqiptar të Shqipërisë dhe i 5-ti nëse fusim komunitetin shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë. Në fakt, emigracioni shqiptar në Britaninë e Madhe është një emigracion kryesisht i ri. Pra nuk ka një histori të vjetër të emigracionit shqiptar në Britaninë e Madhe. Shumica e emigracionit shqiptar para viteve 90 ishte i vendosur në pra një pjesë në Itali dhe një pjesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët mbritën në Londër kryesisht mbas viteve 90. Kjo është një nga rrugët tipike londineze me shtëpitë me tulla të kuqe dhe me lartësinë thuajse peskate. Është një rrugë tipike, thash, londineze, por në Londër një pjesë e emigracionit shqiptar filloi të vendosej gjatë luftës së dytë botërore. Pikërisht këtu, në një hotel fara afër kësaj zone, në Ritz Hotel, u vendos fillimisht dhe mbreti Zog pas ikjes tij nga Franca, ku qëndroi pothuajse një vit e gjysmë dhe më pas u zhvendos në periferitë e Londrës, në Parmore House, ku qëndroi deri në barim të luftës, prej nga pastaj u largua për në Egjipt. Në atë kohë, bashku me Zogun, qëndroi dhe një grup shqiptarësh nga pjesa e oborrit të afërt, të cilët u vendosën në Londër dhe mbetën në Londër. Disa prej tyre u angazhuan siç ishte Tajar Zavalani apo Isan Toptani me BBC. Por komuniteti kryesor shqiptar mbriti në Londër mbas viteve 1990. Bëj fjalë për një komunitet i cili erdhi dhe u vendos kryesisht, thash në Londër, në Angli, kryesisht në Londër, pra në gjithë Britaninë e Madhe, por kryesisht në Londër. Po sa janë sot shifrat e komunitetit shqiptar në Britaninë e Madhe? Vazhdoj të ecën një nga rrugët e Londrës, tash është një prej rrugëve ndoshta më tipike që Londra ka, edhe stili i famshëm i taksive londineze. Është një nga rrugët e mira të Londrës. Pjesa më e madhe e shtëpive janë e godinave, janë me tullë të kuqe, pra dhe janë të ndërtuara në shekullin 19 dhe në fillim të shekullit 20, paktën kjo zonë, duke ruajtur strukturën tipike të urbanistikës qytetit, shiheni. Është ndoshta qyteti me më shumë tulla të kuqe, vetëm Bostoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjason me të. Po për i kthejmë historisë komunitetit shqiptar. Komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe mendohet se është rreth 200.000 vetë. Këto janë të dhënat zyrtare, duke bërë atë të 4-tin ose të 5-tin komunitet më të madh shqiptar në botë. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 70 deri në 80.000 vetë, janë vendosur në zonën e Londrës dhe periferitë e saj, ku aktualisht komuniteti shqiptar është mjaft mirë i integruar, sidomos në një sër shërbimesh. Do më thënë, sot shqiptarët janë ndër vendet e para në Britaninë e Madhe për shërbimet e logjistikës, të transportit, të ndërtimit, çuditërisht të berberëve dhe parukerive, njëkohësisht të lavazheve, që po ashtu konsiderohen një biznes i marrë kryesisht nga shqiptarët, dhe janë në nivelet më të mira të restoranteve dhe bareve, pra të menaxhimit të bareve dhe të restoranteve. Disa prej tyre janë kthyer në pronar, kryesisht kanë pronar të bizneseve të vogla, por një pjesë e tyre menaxhojnë biznese shumë të mëdha, në nivele shumë të larta. Më pak të integruar në jetën klasike, po themi, të kulturës, artit, politikës. Në politikë vetëm një vajzë shqiptare, Sara Gëzdari, ka kandiduar për deputete për konservatorët britanik, pa arritur të fitojnë zgjedhjet e korrikut, ndërsa pjesa tjetër janë deri në nivelet e këshilltarëve bashkiak. Historia e emigracionit është shumë interesante. Në fillim mbritën pak veta në vitet 90 që mbritën në Britaninë e Madhe nga Shqipëria pas hapjes së saj, por midis viteve 90 dhe 97 filluan të vinë
shqiptar në mënyrë ilegale, kryesisht duke kaluar me kamion nga Franca nëpër tunelin e La Manshit dhe u regjistruan si emigrant. Gjithsesi, në vitin 1997, numri i emigrantëve shqiptar në Londër ishte shumë i vogël, ndër numrat më të vogël të emigrantëve të huajt vendosur në Angli. Ndërkohë që në vitin 97-98, si pasojë e luftës Kosovës, një numër shumë i madh, emigrantësh nga Kosova, por edhe shqiptarë cilët u regjistruan si shqiptar të Kosovës, pra shqiptar kryesisht veriut, u vendosën në Londër. Shumë prej tyre ndruan emra, duke marrë emra kosovar, dhe ende sot janë me dy identitete, pra me identitetin e tyre real shqiptar dhe me identitetin e Kosovës që ata deklaruan në momentet e para të mbritjes në Britaninë e Madhe, thash kryesisht janë vendosur në Londër. Kjo ishte faza e dytë dhe më e madhe e emigracionit, dhe faza kur emigracioni u njoh, emigracioni shqiptar filloi të binte në sy të autoriteteve të immigration të Britanisë Madhe. Mbas vitit 1998, shumë prej tyre filluan të sjellin të afërmit duke ndjekur rrugën ilegale të mbritjes kryesisht me kamion, gjithmonë nga Belgjika apo nga La Manshi, pra nga zona e Francës, por nga Belgjika në Francë në Britaninë e Madhe, ndërsa mbas vitit 2015 Britania u kthye në një trend të jashtëzakonshëm, sidomos për shqiptarët e veriut, edhe për arsye fitime të mëdha, për arsye se grupet kriminale shqiptare filluan të organizohen me shtëpitë e barit, shtëpitë e famshme të barit. Tani jam prapë ecën një rrugë tipike londineze, shifeni. Janë zëvendësuar pjesa e godinave me tull të kuqe, me godina tipike britanike, pra me hyrjet me dy kolona edhe me bodrumet poshtë ku pranojnë njerëz, se mua shifeni, kjo është gjë, pra shtëpi tipike, një zonë tipike britanike, ndërkohë që thash në këtë kohë filluan të sjellin shumë shqiptarë që punonin në shtëpitë e barit. Pjesa më e madhe e tyre filluan të vinë me gomone duke i kthyer shqiptarët në qendër të vëmendjes së Ministrisë Brendshme britanike për arsye të numrit shumë të lartë të mbritjeve dhe kërkesave për azil. Shqiptarët janë ndoshta sot kudo në këto vende ku punohet, se jam duke parë një vend ku po punohet, kudo që kalon dikush të thret në emër nga këto skela, janë shumë prezent në pjesën e ndërtimit, pra në fushën e ndërtimit, dhe u bën një problem shumë i madh 2-3 vjet më parë, kur edhe Ministri e Brendshme Suela Braverman pati disa deklarata raciste, insistoi dhe janë raciste kundër shqiptarëve. Në fakt, problemi më i madh është që shqiptarët kanë numrin më të madh të shtetasve të huaj prezent në burgjet britanike, kanë një sistem shumë të sofistikuar dhe aktiv të krimit të organizuar, por nga ana tjetër, dhe këto duhet i pranojmë, nga ana tjetër duhet thënë që pavarësisht kësaj, shqiptarët janë padyshim një nga komunitetet më aktiv, më punëtor dhe më po i quaj të integruar në Britaninë e Madhe. Sot në Londër, tash pjesa më e madhe e emigrantëve vinë nga veriu, ka një miks midis shqiptarëve të Shqipërisë, shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Malizzi, dhe janë sipërmarrës shumë suksesshëm. Janë kryesisht sipërmarrës. Mendohet thash që numri është rreth 200.000, 70 deri 100.000 prej tyre jetojnë në zonën e Londrës, pra thuajse gjysma e gjithë emigracionit jeton në zonën e Londrës, por emigrant shqiptar ka deri në Skoci, në Wales, në Irlandën e veriut, s'po fus Irlandën këtu se është shtet më vete. Është një nga komunitetet më aktiv dhe një nga komunitetet me ndikimin më të fortë në Shqipëri në raport me të ardhurat. Pra janë ata që po investojnë më shumë se sa kudo tjetër, se sa shumë prej komuniteteve tjera në Shqipëri. Edhe zgjedhjet janë fokusuar shumë, pjesa më e madhe e politikanëve po mundohen të rreqin vëmendjen e komunitetit në Londër dhe në Angli, edhe kjo që ka ambasada greke duhet jetë, shifeni, dhe sistemi një sistem tjetër të një miksim mes tullës së kuqe dhe ndërtime me gur dhe me suva. Kështu që komuniteti shqiptar në Londër dhe në Britaninë e Madhe është sot i 4 ose i 5. Shifrat i tregojnë e vendosin në 2 pozicionet dhe është një prej komuniteteve më aktive, ndërkohë që thuajse nuk ka ekzistuar përpara viteve 1990, kanë qenë vetëm disa kokra. Nga Londra, edhe një pjesë shumë e bukur e Londrës kjo,
duket shumë interesante. Nga Londra